A nuk do duhet japë llogari përpara drejtësisë për shpenzime të tilla, teksa edhe Arben Ahmeta i tha që Edi Rama ka konsumuar një verë që shkonte deri në 33.000 euro. Padyshim që duhet japi llogari, po kush e kërkoi llogari? S'ka kush e kërkoi llogari. Në pozicionin që është ai të kryeministrit tani, ai nuk mund të jap llogari dhe nuk mund të arrestohet. Por nga informacionet që kemi, nga që më vjen mua bëjnë të dhëna, nga burimet e mia, di që në zyrën e tij kanë shkuar oficerët të BK-s dhe i kanë kërkuar të shpjegojë çështje të ndryshme që ata i kanë në agjendën e tyre. Nuk e di se sa e vërtet është, se di, por di që diçka lëviz. Si mendoni, kush do jetë peshku i madh i radhës që s'pak mund të godas pas Erion Veliajt? Ballukja me ta ulan ballën, që them unë. Ata atyre mirë radhën. Do arrestohen dhe deputet. Ku e bazoni gjë të tillë? Urdhë? Ku e bazoni një gjë të tillë? Ka burimet e mia, ato mund të them burimet. A mendoni se Partia Socialiste me këto goditje mund të përçarë dhe mund të përfundojë më keq se Partia Demokratike? Dëgjoj, praktikisht e përçarë është, sepse aty ka një luftë të tmerrshme të lobeve midis njëri tjetrit në Partinë Socialiste. Dhe do ta shikoni sa të marrën vesh të publikohet që nuk do kenë zgjedhje, edhe sapo të marrën vesh që të shikojnë që ai Edi Rama do vej përpara drejtësisë, do të shikosh si do bëhen. Si mendoni, kush mund të jenë figurat kryesore që mund të luftojnë për kreun e Partisë Socialiste? Ata cilin do që të zgjedhësh, ata janë të tërë një lloj, ata janë tërë të korruptuar, të tërë një lloj si kryetari i tyre. Sepse po të mos ishin një lloj sekretari i tyre, nuk do ishin në atë parti. Kështu që cilin do që të vënë ata një lloj është. Por them atë që dua të përsëris edhe një herë atë që thashëm përpara, që ata nuk do shkojnë në zgjedhje dhe nuk do të mund të bëjnë dot zgjedhje. Do ketë vetëm arrestime e zgjedhje. Misionari amerikan Plum Pilinçi, të cilët ju i referoni shpesh herë, deklaroi disa ditë më parë se do të arrestohen analistë dhe gazetarë. Si mendoni, deri këtu do shkoj spaku sa i përket goditjeve të tij? Shiko, unë di një gjë që zoti Pilinçi, kur bën një deklarim e argumenton dhe vërteton në bazë të fakteve dhe të dhënave që ka ai. Tani, të dhëna që disponon ai dhe fakte që disponon ai, unë nuk e kam në dorë, di vetë profesor Pilinçi, po unë kam besim në ato që thotë, sepse ato që ka thënë deri tani janë bërë 1/1. Dhe ato që ka thënë deri tani do bën 1/1. Dhe ato që janë duke u bërë sipër. Më 8 mars, kryeministri Edi Rama deklaroi se kush ha pas shpine kolegun do të shkojë atje ku e meriton. Vetë Edi Rama, kë ka ngrënë pas shpinët deri tani dhe kë pritet që të hajë në befasi? Ai të tërë ata që janë burg ka ngrënë pas shpinë. Kjo është një pyetje retorike, zoti gazetar. Ai mbas shpinë ka ngrënë të tërë ata. I ka përkthyer me dorë në supë, nga një rande nga ana tjetër pasaj di vetaj se çu ka bërë. Kush mund të jetë personi i radhës që Edi Rama mund godas në këtë rast? Nuk i di mirë, të them drejtën, nuk e njoh mirë luftën e klaneve atje, sepse nuk kam të dhëna prej klanit, prej asaj lukunie uqërsh dhe hienas që drejtojnë atë parti. Të dy partit, jo ata. Kështu që ajo që di me siguri është që këto të dy parti do dalin në pension këtë vit, këtë pranverë do dalin në pension dhe Shqipëria do të çlirohet një herë mirë prej tyre. Këtë e di. Duke u referuar figurës së Sali Berishës, a mendoni se ai është krejt ndryshe nga ai që ishte pas viteve 90 apo ka mbetur po ajo xhaketë vjetër e politikës? Eksakt, ka zbatuar ato detyra që ka marrë nga Beogradi, nga Athina, nga Moska, i ka zbatuar 1/1 dhe e ka goditur
ka dhe goditje vdekje prurëse të djatës shqiptare dhe Partisë Demokratike. Partia Demokratike është katandisur në këtë drejtim vetëm për Sali Berishës. Kështu që ai ka përgjegjësi të jashtëzakonshme, morale, penale, shoqërore, është, do të thënë, nuk e vlen fare Barra Qaran që të diskutojmë më për të, sepse për mua është figurë e mbaruar, është figurë e djegur. A do mundet Berisha që me gjithë këtë koalicion që ka krijuar t'i fitoj zgjedhjet e 11 majit në rast se ato do të zhvillohen, apo e ka një garë krejt të humbur nisur edhe nga emrat që ka përfshirë në koalicion? Do marrëm 1 për miliard që do bën zgjedhjet. Nuk e votojnë as një Sali Berisha me atë koalicion që ka, shkon kot, shpreson kot. Por duke ditur që nuk do bën zgjedhjet, ai e di mirë që nuk do bën. Po ta them e di mirë dhe e di sepse i shtrën zyrtarisht. Ai e di. Tjetër gjë që nuk u thot varësve të tij dhe kolegëve ata me të cilët punon. Po e di që nuk do bën zgjedhje. Kështu që cili do koalicion që të ngrër ai e ka të humbur tavan. Ndërkohë ka zëra që SPAK mund të godas djalin e ish kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzem Berishën, sa i përket aferave të Gërdecit, por edhe të tjera. Ju si mendoni, sa gjasa ka që SPAK të bëjë një lëvizje të tillë? Nisur nga kush e krijoi SPAK-un dhe kush e paguan SPAK-un dhe kush e drejton SPAK-un, kam besim absolut që do të shkojë gjërave deri në fund. Qoftë që të ketë afera korruptive i biri Sali Berishës, qoftë që të mos ketë. Po të mos ketë, do dali pa fajshëm, do ta lënë punësi. Po të ketë, do vej në burg. E thjeshtë është fare. Por të dhënat i din ata. Dhe ajo që më bën përshtypje se vetë SPAK-u ka pasur rrjedhje informacioni disa herë, gjë që nuk është as pak normale dhe ata do përgjigjen ata që kanë nxjerrë informacionet, sepse informacionet e SPAK-ut nuk janë loj fëmijës apo biseda kinemash. Informacionet e SPAK-ut janë që kanë të bëjnë me politikën, me ekonominë, me jetë njerëzish, me shumë probleme kapitale që ka sot vendi ynë. Pra, nuk do ketë më mendime edhe shprehje mendime së analistëve që dalin në për studiot natë për natë këta të famshmit analistë që vetëm ata din të bëjnë analiza, vetëm ata din të japin opinione, vetëm ata s'janë gjë tjetër veç se përpunus të opinionit publik, mashtrues klasik. Dhe unë atyre nuk besoj kur. Dhe që ta dini zoti gazetar, unë shikoj vetëm portalet tuaja, të gjitha portalet, sepse aty gjën të vërtetën. Ndërsa televizionet shqiptare asnjë nuk shoh, asnjëherë. Kam vite.